Realisht, u kuptua se tani më është Drenica dhe durimi sot me ne, fillimisht durime, për edhe më kështë për herë të dhejtë. Faleminderit. Realisht, unë e pash videon edhe kum pa dhe ma herët që momentën e parë kur është publiku, për nuk e kum një asnjë fjallë, asnjë përgjigje po Drenica. Në fakt, video është përgjys atë që është e postume, se normalisht që këmë thamë po, edhe jo një herë, këmë thamë shumë herë. Ashtë më së rasisht nuk e bon hala po, dhe. Qka ju erdi ideja që me bo durimin këtë rast, po e pës, me bo një propozim. Po për këtë arsye. A nuk ka ditë kur gjo, ka qenë gjithë shka të fasi? Sigurisht. Jo s'ka ditë asë një sen, ideja ka qenë e kamoqme, ka pas kohë ma herë që e kom mendu këtë punë. Fillimisht e kom mendu edhe një vend tjetër, i kom pas 2 vende opcionale. Njona ka qenë me ndodhë një maje që kena me realizu, në gjitje alpine që bojmë, është maje bajagi me rrezik, kështu që thash nëse më rrim maje, të befasoj që aty kështu që. Po, e menova për emocione u ka të zbriti më ndodha i sa e kishe. Ma mirë që e ka zhjën s'kene. Kështu që thash ma mirë me muzikë, edhe kur e menon ku mund është me pas ma shumë dëshmitar, adin, se sa në koncert, edhe koncerti ke me plot musafir, që nishin për neve. Kom diskutu fillimisht me motrën e Drenicës, se kërkosh tjetër se ka dit as organizator të festivalit, bilim me Valdrinin e përshëndes, që më kanë ndihmu në ditën e fundit. I kom thonë sot, kur të kryhet koncerti, sigurisht që publika ka me kërku edhe një kangë edhe një kangë, dinë si që është ndodhë. Thash, po se kërkoj me të mba proposim. Pas ka qenë pak diskutativ në të pozimit. Po i kom jap zërë sollën e fundit edhe kangën e fundit mu të regu bërshëm, që me kërku edhe një. Edhe i thash në qatë moment, të regoj edhe djenëve të gjerimit, që janë të gjeru festivalin, që të kenë vëmendjen, edhin që ka me ndodhë qështu. Edhe pikrisht në atë moment, a i Valdrini ka dalë me stafin e vetë në rend partë, koncertit të partë, ata ka thonë edhe një. Jo edhe një, edhe një kongë. Se befasia ka pas me vazhdu prapë, kjo mës me ditë heqë deri në momentin kur down në maniza, dhe kur bindë të kujtë. Dorema ma shumë pas emocione prej publikut a prej unazës në gjepë? Vala me të regu drejten që ka ndodhë, se është shumë interesant në kongën e para fundit, po menojnë kongën e fundit, ishtë konga faleminderit, edhe të një pjesë, kur nuk kam pjesë me gitare, unazën e batalon në stage, në skin, mrapa të panave, ka qenë çanta e gitarës, edhe e kom shefa aty me. Edhe për një moment po shkoj, ku s'kisha pjesë me gitarë, po shkoj në që për këqyri kablin e gitarës edhe me marë unazën. Eshtë i dorën së është. Po unë e këshalon kur kom bo soundcheck, edhe ishin shku edhe 2-3 orë që nësë kemi qenë të skena fare. Thash, të kokab dikush, me fasi i mu. E këshyri po ishi mrena të kablat aty, edhe ta mund po du me zgatë dorën me marë mrena, kjo apishe pe ati hitë publiken që i kanë dhezë dritat, edhe ktheu ka publika, qysh, po e u ktheva ka publika. Të i kemu kry konga, unë në nazën kërkër. Qa me bu, thash, një pjesë, thash, mu ka këpu teli. Adin edhe po shkaj vrap të qanta, kështë pëndroj i telin kap, kërë kom prejku nazën, qëfar që lirë umit. U nazën gjef, edhe të kthejna tipik të sollëja jeme, bashkë në moment të duhur, e përfundoj sollën, kryet konga, publika, edhe një. Kjo këqyrë ka unë qa me kënu, tash që unë pe këndoj një kongë tash. Okej, i që largu pak, në janin ku po shihet, edhe kom fillu une. Andaj pe i kështë i kësaj punet, të regon kjo tash pjesën tjetër, edhe unë e kry në fund. Realisht, para se me vazhdu të Drenica, e përmende që Drenica se ka ditë këtë farë pune, po e keni ditë rrethi ngusht edhe motra e Drenicës. Veç motra e Drenicës e ka ditë dikun një javë për para se me ndodhë, kur kusht tjetër, se shkubna mi këqyrë ratht, për kur t'i ndrojmë ratht,
E thonë, ma shumë e kisha me këqyrë sa ka numër. Janë ditë numër. Po, se që ma pështjeli diçka, jo, unë disha që 15, jo ma pështjeli diçka, jo 17, është mëre, unë 18 e komunë, ti gjishta ti kima to. E se su zbajke edhe shumë me insistu. E tash, për mu siguru, mu vyke dikush i familje saj, i tash Elvires. Qështu, o krye. Realisht, nuk po du me të pytë për Elvirën që she ka prit, sepse sot në bëmbën, Radio Televizionin 21, do t'jemi një lidhje të drejt për drejt, kështu që ne i themi për shëndetje. Shëndetje, keni se ne për shëndetje Durimit dhe Drenitës. Kemi fetën në një lidhje të drejt për drejt, që është shoqe e ngushtë e Durimit edhe e Drenicës, edhe njëkohësisht më duket është edhe pranë teje edhe dikush tjetër, apo? Është edhe afër meje motra e Drenicës. Ju përshëndesëm. Tja përsëris emocionet Drenicës. Plumbat e muzikës dhe të sportit, po ashtu Durimin dhe Drenicën. Jeni të veçantë. Feta, apo më të regëm për momentin e propozimit, se me sa e diun t'i ke qene pranishme edhe në festival në koncert? Po ishëm ato, edhe Durimi me Drenicën nishen duke bërë muzikë, në përfundim, nga publiku u kërkun edhe një këngë për të kënduar, edhe pa pritmas, Durimi me shumë emocione, paka shumë unë e dia, për arsye se më tregoj motra e Drenicës, se ishëm spashku ato. Po, Drenica nuk ka ditur fare. Bileon e pishpëret që nga njerë kjo ma bëjke mos falë se do të nga kupton Drenica. Mirë po, ishte një emocion tepër i madh. Që na emocionoj jo vetëm motrën e Drenicës, po edhe unë emocionoj ma shumë. Deshta me pyte Elvirën. I përgëzoj, mos të ndalën as njerë, si muzikë në sport janë shembull për gjithë rinin e Kosovës. Feta, po më dëgjën edhe Elvira? Po, Elvira qëto po dëgjën, po s'po dhja është ende me emocione apo jo. Këtë dashta me pytë. Elvir, më shumë emocione kur e zjedhe unazën, apo më shumë emocione kur e po live propozimin në skenë? Edhe njëherë më falë se nuk e ndëgjova pyetjen prej fillimit. Më shumë pate emocione kur e zgjodhët unazën, apo kur e shijove propozimin live në skenë? Faktikisht më thonë emocione kum pas prej fillimit kur jena nis prej Kosovës, se mend veç ato mbreshën që shpo shkan, apo shkan zë shka që ka planifiku Durimi, edhe që e tha dhe Feta, të e njohë Drenicën çfarë është, dhe më thonë, nuk do isha asë një moment me na po të diskutu në sen se thesha po na vrejnë, se kjo të e njohë çfarë është, thesha po na vrejnë edhe mos po prishet diçka. Emocione normal që ju koni pa përshkrushëm, po normal në festival adet kërë bo propozimi, aty kum pas emocione ma shumë, edhe pse faktikisht, apo në ndëgjoni? Po. Faktikisht jena tut shumë, unë edhe organizatori i festivalit Valdrinit që e përshëndesëm, se dhe ai ka qenë pjesë në kanë... Po edhe në makinë, edhe në lidhjet në drejt për drejt, në ndodhën këto. Okej. Lidhemi pas pak. Tasht. Realisht Këto jenë police, po ti ma police këto. Nga gazetat të këna një loj kështu. Okej, Drenic, më të rego pak so, i them begimit që pas pak do të lidhemi sërish, por jo të pysim pak Drenicën. Qështë të kaj propozimi? A e prite, a dyshove? Po janë nisi prej fillimit, kur zakonisht me Durimin, kur kemi me po festivalet dhe muzikë, diskutojmë për veshje. Unë gjithmonë kam nevojnë për mendimin e ti. Edhe e pyta, thash, qka duna me vesh, insistoj ke më vesh me të bardhë. Thash, jo, s'doj shane me të bardhë, kjo me të bardhë. Thash, po më gjithë në senet që e ka pas me qëllim me vesh me të bardhë. Edhe... Ja, po bajat ke ngjyrat. Qka ke ngjyre dhe ertë, si. Gjithë shka më bëjke bajat, dhe që borda i pëlqejke. Okej, edhe fillimisht, shto nuk, du më thonë, as ide nuk e kom pas, pse, se kur kemi diskutu ma heret me Durimin për propozimet, kur kemi pa në shosnije kështu, normalisht nuk i kom thonë direkt, po kështu adem pak si
Indirekt. Po. Po, qërë kësa mirë. Edhe ma ka bu me dije që jone nuk jam tip romantik, edhe unë s'bëj kësi sena, na i kena kry këto, edhe tash kam bet veç me unazat, edhe gjithë shka është të përfundume, edhe unë bindit që s'ka me ndodhë na i herë propozimi njetë. Edhe u binda që s'ka me ndodhë, kështu që përse dhe se këm prit heq. Edhe momentin kur ka thonë publiku edhe një, edhe kë filloj me knu qatë kong, u habita shumë se thash këtë kong festival, konga nuk ishtë për festival. Po, okej, thash garant nuk i karon ma najsen tjetër edhe ka vazhdu me qatë kongë. Edhe, po, heq, dhe me thonë që kisha idenë. Dhe në momentin kërë, edhe syzat kër i ka gju, thash, qa ka bënë. Heq kërka, dhe me thonë nuk më ljedhë ke. Dhe që momentin kërë ka shti dorën gjepë, sa të dita që, oj, drejric më ajo. Edhe në fakt parasim i thonë po, nuk e dia unë dëgju në video, po në mikrofon këm thonë që a e ki për një me, a e ki seriosisht, se nuk më besoj këtë që e ka për një me. Jo, prank. A ke pas frikë që më në me thonë jo? Jo. Jo, absolutisht. Ajo siguru para se me marë. Me qenë se tërë ekipi i radio televizionit 21 më thanë që vegimi për shembull për regjisë, më tha mirë mësim tha pak prej durimit që do është me bo propozimin, kështu që na kështi luga dhe neve. E kom krit standardin pak vegim. Unë në koncert nuk dash, që pështova. Ja, të mësuat me ra mirë, ja e që. Kam probleme për moment. Ja, nuk kom dyshu fare që kam me qenë po. Nave që kemi thonë po një tjetërit njetë ma heret. Po për që kom e pasë edhe në qashtu emocione nuk e kom pritë. Bile vrehet kër e kom këndu kongën të pjesa e refrenit, tamon kër i heki syzat, edhe nxerri unazën me një herë tur ma adin ma dhe si të mos femrat. Se femrat e ndjejnë ma shumë atë momentin. Ato bërtimat e ty në edhe vishë jom këthy një herë gjysa qajshin. Edhe diqysh, nuk e di, nuk e kom prit. Zakonisht kështë jom tip ma i përmbajtën, po ta emocion. Ka folë zemra në ato momente. Në ato momente, pak vrehet e në referen që më dritët zoni. Dalin do figura. A ka qenë propozimit që ndërru, ndështë ta ndër vite, që më ullë mashkulli në 2 gjojnët edhe me të propozu martes? Ma mirë nuk e kisha mendu. Dhe më thana se kisha imaginu që mund të më kanë qatë mirë. Okej. Kemi dhe ca pyetje të tjera, apo njerë se na mbet në gjysë me Elvira, nëse kemi në lidhje me na tregu se kuptohet që familja, motra, gjithmonë është kështu pak më e vështirë, apo dëgjohemi tani? Allah, të dëgjohemi. Po dëgjohemi Elvir, metet te emocionet... Deri ku më keni ndëgju në pjeta e propozimit. Dhe te emocionet e tua. Kjo është të thonë kisha frikë mos dikush prej publikut, para se me nëzirë durimi unazën, thesha vish kur të lëshën që tash dikush një zo prej fundit, thuj po! Edhe thesha Drenica me njerë e kuptën që është të po, mirë po shkaj zotë shka qyshe edhe kena planifiku edhe keni ndjenjë për një me e pa përshrushme. Kështu që janë artista edhe janë qefti mrekullushëm. Edhe veç i sholë jokën bashkë. Elvir, tu pas parasysh kurreshtjen e Drenicës, a keni mendu që ka me dyshu pak son këtë përgaditje, se nuk i kur gjë për ndryshe? Jo, se dia e ka cek, Drenica, se durimi i ka thonë që po faktikisht si këmë dhonë hapsirë, mire ka dhe feta për me kuptu na i sen, po dhe durimi pak ja ka parapri, ka thonë unë s'jam kështë të tip, pak adin që ta shprehi, ta bëj ashtë, dhe besoj që si ka shku mendja heq, po menoj që s'kena u konë vendi adekuat ku këta dy me i thonë pun njën i tjetrit për një me para një publikot shumë të madhë, ku edhe e kam përkrahjen prej publikot, edhe menoj që dëshmitarët më dhej kanë qenë ata, dhe kështë që durimi tash e mas dhëtë me pas kujdes se... Elvir edhe feta u frigu që më në të me thonë Drenica jo? Jo, s'na merë ke mendja as pak. Së se o bëjshë të rengë? Do i njohë ma heret. Okej. Po kështu, cila nëzërët lëtë e para? Motra apo shoqja e nuk po mujt me shiqu eq, mu në kam pik lëtë shumë. Nga emocionet për të mirë. Se nga njerë dhe për të mirë daljen lëtët. E vërtet. Elvira prej momentit kur kanë thënë publiku edhe një lëtë kanë fillu mi dalë, tash Drenica
kur performon skene kena, ka një shikemën e kja që e bojna, po i kum pos shto syza dhe isha nuk kum vren, po edhe ne ku pas lotëzimi normal, kështu që nuk i pas këmpon njëna tjetërën. Okej, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt, për këtë surprizë të bukur që ja bëm çiftit. Faleminderit që u bët pjesë e Radio Televizionit 21. Faleminderit juve. Faleminderit juve, ju përshëndesëm. Kalofshi mirë. Gjithmonë së bashku i pashëm. Ton kalofshi mirë. Ndërsa, ne do të vazhdojmë bisedën pas një bloki të shkurt të marketingut, sepse me qenë se Durimi na ka ardhur me gitarë, unë kisha dashur që këngën e propozimit, pas blokut të marketingut, ta këndojmë pak sa kështu në studio, pastaj të vazhdojmë të pyesim Drenicën çu shun dje dhe çka ka ndodhur pas propozimit, si janë detajet e bukura këto që na bojnë me i dashte dhe ma shumë propozimet. Shumë një blok të shkurt marketingu dhe rikthehemi se. Moje mirë në majtë të bjeshkës, që më ngjan në lulet pjeshkës, ndalu pak të them një fjallë, zemrën time që m'ke marrë ti. Prit më moje mire nanës, që më ngjan në lulet thanës, ndalu pak të them një fjallë, zemrën time që m'ke marrë ti. Nuk ri do t'pa t'marrë për nusen, s'ri pa ty moj buz burbuqe, s'ri pa ty moj sy larushe. Nuk ri do t'pa t'marrë për nusen, s'ri pa ty moj buz burbuqe, s'ri pa ty moj sy larushe. S'ri pa ty moj sy larushe. Zero noza. Drenis, ma shumë emocione, apo ke emocione zakonisht për të dëgjën këtë këngë tash, apo të kujtohet momenti? Po, në fakt, edhe mas propozimit, ka ndodhë, nuk e di, sa herë e kena këshyri vetëm bashkë. Do më thonë, edhe sa herë që e kemi pa, të njëjtat emocione i kemi pas. Edhe ta që shohim prapë, edhe prapë njëjtat emocione. A ke pa ndu në herë që dashuria ju ka më kurorzu në skenë? Me qenë se po i bjen pak në një farë forme gjithë shka për skenës ka njësë edhe në skenë ke edhe Durimi kështu. Nuk mëj me bo për shkak të komës, ta është një du. Vegim s'po mëj ka. Jo, nuk e komenu, se tregova që se komenu në herë që buhet propozimi, asë në skenë, asë në malë, edhe pse kisha pas qef, ose në malë, ose në skenë, edhe që ndodhë. Ku kështë pas ma shumë qef? Në malë a në skenë? Në skenë. Në skenë. Të realizu dëshira, po shumë mire ka mëndu Durimi, sepse për emocioneve në majet, ku me di që ka të ndodhë. Drenicë. Din që apo është poja ma e shkurt në histori. Qëfar i the vetës, a i zoni ju jëti brendshëm? Me qenë se të pas parasysh që është intervista ju e parë, po e them kështu ekskluzive që po e bëni pas propozimit. Qëka i këton vetës tonë? Ato na i zoj brendshëm ose na i fjallë diçka që të kam betë në kohë? Në ato moment. A është të ndodhë për një men. Realisht, heq nuk e komenu që është të ndodhë, më do ke vetja që gjithë shka është, veç është një vizion, është diçka veç që po më do këtë, është andër. Se në anën tjetër ishtë Durimi, personi që unë e du. Në anën tjetër ishtë publiko, ishtë skena gjigante. Ishëm të bodë diçka bashkë të dy që e dojna, një qas që e dojna gjithë bashkë, edhe ishtë të ndodhë në atë moment propozimi që shmuni. Ishin emocione të tjerë zakonshme. Çka ndodhi pas koncertit, pas përfundimit të koncertit? Unë në skenë, shihet në video që njëherë jam konkret, kum huq, do më thonë total. Ta shojmë vegim edhe njerë videon
gjatë bisedës e emocioneve, kështu pazë vetëm si video, si pani. Të më kohën, ju më kanë një stukesh se isha të e procesu që ka të ndodhë. Edhe masë që kemi dalë për skenës poshtë, normalisht që ato kom fillu veçajtë edhe që ato e kom kuptu që për një me ka ndodhë. Personi parë që e ke përqaf jashtë adurimit pas propozimit. Është motra, apo kush ka qenë afer aty? Kush u gjindi pari afer juve? Po, motra dhe feta ka qenë. Nuk e di, kanë qenë shoqni plot, mandej aty që kanë arë mrapa skenës. Në ato momente nuk e di, plot kanë arë. Ndërsa, pas 2-3 ore që qëndrut bashk, a morëm pyetje ka i lindi ideja, pse vendosim e bo se të pas parasysh Drenicë. E përmeni 2-3 herë Elvira, po dhe Durimi shpesh më thot, jeni fartësie. E pak më ka ordinati që është ku mujtë me zbulu që ta. Është mirë ka një... Po po që po mujshna me, kështu kur dume. Po, dhe realisht i këmë thonë, apo që po mujshë me bu që ka dush, se s'po mujshë me drejt. Shtohet kontrola, ta është të tutje. E thash, jemi kanë festival edhe prap mas hasaj kena vazhdu me pa videon edhe pytjet qysh ku e ke marrë unazë, me kone ke marrë, qysh e ke menu, pse e ke menu, dhe më thonë krejt 100 pytje për njëherë këtë në kohën. Veshin të ju këthy kësaj momentet edhe të thonë, për qëta na jemi shku njerë në pej, për qëta jemi shku njerë në deqanë. Se unë të në kohën isha bashkë me të dhe nuk i kisha momentin edhe pse Elvira ma të regoj po tha 15 e ka numrin. Qashtu që e disha unë, po nuk e kisha në momentin më nda vetë edhe më shku me vle, ose me zgjedh, kështu aty më ka një mu motra e me Dafina, që e përshëndes shumë, ka shku aty edhe mi ka dhonë disa opcione, qështu me numrat 15, edhe në fund bashkë me ata kemi zgjedh modelin e unazës, atë ka pëlqy. Po, zhjo. Kër filloj me mbo pyetje, më ande ju këthejshin Memorje qa ka ndodhë. A e ke pas në jam be për shambull mu zhduku naza, mëse mujtë me gjithë, ose mu të najnë mikrofonin gjysmë, ose mu fyskela me ram toka, ke pas në e plan, betë që ka me bo. Asi ke me ndu këto? Në kranë, shpesh i paske. S'ko nga. Okej. Realisht, pak, po i bjenë që jem hatru për juve dyve. Se më sitin propozim se keni thirë. Se më një falloj më sitin me dhone i dashnis t'ju i kështu. A këto në kam rajtë. Kështu, me të regu drejten, unë ju kom lajmëru edhe ty të kom lajmëru për festivalin, po edhe shoqnin e ngusht, ka pas edhe shumë tjerë për shoqnis në ngusht që nuk kanë qenë prezent, e unë ju kom thonë disa herë, shoqes ngusht kësa i blertes, i kom thonë disa herë, hajde, pse s'po vjen, edhe diqysh, kjo ma bëjke, nuk po do këtë vetja që jetu i bo presion, mi të regu, pse po të bëj presion, s'mo i shanë. Po i thësha, hajde, po të hajde gjithë qish, edhe disa tjerë ju kom thonë, po hajde një. Në regu, kur dë, unë jam hala me traditat e vjetra. E kemi rujt ekskluziv me Arni Stenish, edhe me qenë intervista jone e parë këtu, se ti i e koni pari që ja ke njës me publiku kështu lidhën tonë, edhe jetë diqysh një farë loj mësiti, këmi ishe në qerapat edhe me peshqiri ki jashtë. Këtë kështë të thonë një me traditat e vjetra, dhe qënë me sa e din këish, jetë në të pare. E qëto se pas ke menu, dhej që të nari. Dhej të këmisha qerapat, okej. Atu parët ko kanë shumë amoti, atu nuk i di ma të tradit. Të pare. Me qenë se propozimi erdhe, kuptohet që pas taj do të vija takime me familje që do i bërë një ndrimin e unazave, po dasmja do tjetë kështu madhështore si propozimi? Dhe kur do tjetë? Ose kur do të dënë të Drenicë? Jemi tradicional me Durimin, po të kjo pjesa e dasmës e kështu nuk është që mendojmë me realizu me bo dasmë të aman tradicionale, diçka shumë private dhe shumë vogël. Nuk e di. Këtu kemi... Kjo është mendimi janë. Dërsa mendimi Durimit sigurisht është dasëm të madhe. Se di. Po do i kam më surprizua, feti qka. Ja, na realisht planifikujmë me qenë dasëm, që shme thonë,
shpirtërore, njëjtë që ka qenë edhe propozime, edhe pse publik ka pas shumë, po e planifikojmë me njerëz të afër tonë, me qenë dasëm që zgjatë edhe dasëm pa dorza, pa rreden me nxez, bon shka dush, knaqo, kështu që domos do duhet jetë një rrethi. Do t'jetë këtë vetë Bonu gati. Zbënë dasëm me vi pa për. Disa muj për para, që me përkonë. Kështë ju kërsnu për video me publiku, po tash s'ka në efekt ato video. Publiko të shka dush. Okej. Menzi kom priti në këtë moment. Realisht, po bëhemi transparent është. Në fillimet e durimit edhe Drenicës, ta fillu me të pyetje për përshtatni njënë me tjetërin, për shkëni për një farë mohimi, edhe rastisht dalim një natë kështu, edhe tu bo një video për Snap, ishë tu përqafu, kështu që kumë kërsnu vazhdimisht. Ose të isha dashuroni edhe bëni publike dashnin, ose unë e publikova, po ja që ta është atë video për fshisës në mërëma. Nëse është kujtim i mirë. Na ka po shantazh me atë video, të dinë edhe publika. Na hala nuk ju kishim të regu familjarve, e sidomos prindve të Drenicës, edhe e më gjej lëpshim momentin e duhur, ju të regu, edhe pse na vish kemi pa fillu me folë për lidhjen, edhe tash ishim në ato fillimet tona, që e kemi mendu prej fillimit, në momentin kur fillojmë me qenë lidhje, mi u të regu prindve, edhe me qenë se të dy t'i kemi prind shumë të afërt me neve, edhe na kanë përkran çdo aspekt, kemi dashtë edhe me vazhdu qatë traditë dhe lidhje të afërt që e kemi me ta, edhe kur të vendosim na me qenë bashkë, mi u të regu edhe atyne edhe me qenë transparent me prind tonë. Po tash, kjo momenti ka qenë një javë, 2. E vërtet. Edhe tash, krejt në fillim, ti me atë video, po dule mas teje, po ku, këthejve, në kabu. Dur të gata me GoPro. Edhe kjo nuk ka qenë, kjo ti të regojnë publikes, kjo ka qenë veç e para, e dyta në emision të vitit 3, në gjirime, bashkë me Agjen Naim, Naim Abazi. Ku na shprallun atë dhe u dasht, deri sa del emisioni, na u dasht gjithë qyshmi, deshte më se zdeshte, mi u të regu prindve, që është një farë mësiti. Nëse si shimkur, na ishë të shku ala tu, apo më kuptën qoshëve, kështu që ta është del një ashtë Si puna asaj kongës, që ja kemi njësë. Po, që 3 vjetë. Se këtu dashta me dalë, po para se me mritet të konga, po du më ndalë, a ki qef marrë me të marrë kështu, nuse me kjere kështu, apo... Jo. Së është me qenë se përmende tradicionale, e pëse këta ka ana strelcit kanë qefë. Strelcit? E përshëndesim Milutin, me qesë është i strelcit, unë nuk jam i strelcit. Të kena gjithë mund gacmin. Afer. Mendojnë? Jo, nuk... Po mendoj, është bukur, por jo, nuk e kisha bo për vetën. Okej. Durem? Pa jo kishë qenë interesante nëse kjo s'ka qenë halat e one. Dhe në traditat e... S'ka, ma. Po, për gjithë dhe të shku të e marrë me kërë të shpia, të shka dhe njerë me shku. Ama atëherë shko ndryshe se është një numër i madh i kjerave. Me qenë se propozimi erdhi më shpejt se kanga. Kanga kur do të vije? Se tash të dhe ju shkën pas propozimit, me ato video, me ato emocione, unë kësha tonë edhe me ndrun, do shta komplet atë kongën, me si një kongë. Sa di kom thanë, sa di thash dësh me shkru, i thash dësh me shkru një kongë tjetër, dhe tash konga du të me qenë, ti mua ma ndreqove jetën, ti kështu. Erdhe në jetën ti me si dit në Rosje. Kështu që edhe ti po bajtojsh. Po. Sepse ajo është për vujtje, ju pas momentin propozimit, po besoj që është koha, me na sjell një kongë. Në për poezi, në për kongë, me fjalime, me kështu, e kanë bu shumë për para meje, e sigurisht kanë me bu edhe mas meje. Une e kom zjedh një formë tjetër të shprejë një dashnis, une me vepra, me... Jo, po e vërtet. Kështu që edhe kongën e buim, nuk është najtë lashe e madhe, nashta sa nazi nuk shkruj qatë shpejt, po pak më ka talë e bëj. Shpeja të tërkujt i den kështu në shkru, për se nuk e ka mas në efekt. Nuk e ka njëtën. E vërtet. Se unë i di momentet të caktume dhe unë e shkruj vetë ashtu. Po në shtator, tash me qenë se jemi në kohën e sezonës, kemi angazhime shumë,
edhe në për Bregdete kemi das ma shumë, kemi edhe jemi ndrimin e unazave, këtu personalet tona, kështu që jemi njëherë të bombardum për aktiviteteve dhe s'po dim ka me që kryt, po në shtatore kemi lënë terminin, veç e kemi caktu terminin një studio shumë të mirë muzikore, edhe fillimisht ka me qenë një potpuri që kemi me bo me këngë bukra popullore me Drenicën. Mandej të koha eftoft jalojmë këngëve baladës. Këtë më thonë planet shumë ta, realisht e nisët verën në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe pse keni emocionu të në publikun atje, sepse kom pa edhe kom dëgju, edhe kom pa dhe video që sidomos vajzat kanë qenë ato që kanë kajt bara me Drenicën, ndërsa ka meshkuj që... Për i vajza u kom marrë komentet më të mira. Ka meshkuj që ka thonë durim qka të desh në rashti lukave. Që ta po du me thonë, për i vajzave dhe aty live, kush ka qenë gjatë kohës që kemi dalë jashtë skene, ka pas shumë që jënarë nga kanë uru, edhe për i vajza u kom marrë komente shumë të mira, osa mire që ke zgje dhe bravo për i meshkujve, se dia kom marrë nëjë koment mirë, po me në jo koment keq për propozimin, po krejt në amurën qafë, tash këto tonat kanë me në thonë që këtë ti që ke bu. Një të vegime, thamë, sohu pa granit. Krejt, me një fjale kom ngrit pak standardin, po, qa me bu. A patë probleme dhimbje të gjyve? Nuk patë, diçka. Ja, unë jam njëri alpinist, jam njëri stërvitun, kështu. Po edhe e kom ushtru edhe disa herë për para se... A dojnë para pasyrës, shumë e pa qysh më dokësh. A ndodhi, tash do më thonë, a keni me pushu edhe prej nxitjeve në malë prej alpinizmit, apo jo, do më thonë, do më bani 2 jatë? Dhe javën tjetër, po. Pastaj, fillën ajo... Dje kem një maje me njëherë. Si të gjejmë kohën, një ditë që të gjejmë që kemë pushim për muzike, me njëherë na e shpëdzojmë rastin, mund gjitë malë, se që ajo mundet me qenë lodhje fizike, po si që kështë është shlirimi jonë është. Kena bo plan me jetës një ditë bashkë kështu me shku, na i piktafert jo shumë naltë, kom ju bashkë në gjitë do, po dikon shumë e marim edhe stafin edhe kur doni. Oke, unë nuk nasja realisht, me qenë se jemi drejt fundit, këtë që Drenica do të na këndoj diçka për fund duke të përcjell me kitar, unë ju uroj çdo ditë jetës, me pas të më të ri, kështu dashni që shu reflekton për shpirtet sepse në sy shihet, edhe uroj që shumë shpejt marrë ndasëm edhe si fryti dashnis që ju i marrë dhe pasalësit pasaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe sa të bëhen një gati me cilën këngë Drenicë po e përmbyllim. Me këngë të shoqës tënde. Okej. Ty me të surprizu tash. Kush më propozon? Okej. Përshkojmë me qenë zëpet shoqës time në mesin e të shumë dhe po besoj që këngën e Genta Ismailit. Okej, ja shfrytëzojmë rastin edhe urojmë edhe bashkëshortit Gentës ditëlindjen, me qenë se e ka sot. Gjaku më vlonte për ty, të dy ishim të ri, në fillim ishim vetëm si shok, së ndëroja me asgjë në botë. Në fillim ishim vetëm si shok, së ndëroja me asgjë në botë. Jo kur nuk harrohet ai moment, kur për herë të parti falja krejt, kur me zë të butë të thash nga dar, ti e dashuria ime par. Jo kur nuk harrohet ai moment, kur për herë të parti falja krejt, kur me zë të butë të thash nga dar, ti e dashuria ime par. Realisht sa shumë dashni, po e ndjej edhe unë mes juve dhe keni përgjigje e mirë me atë këngën e parë që propozimet dhe përgjigja prej Drenicës.